shku, sa nuk kam dëshmi që kanë do, unë s'dalë në publik. Nuk dalë në publik. Ato lundime që i ke po me vitet të tëra. Gjithmonë me dëshmi kom bu. Gjithmonë me dëshmi. E bullu s'ki dëshmi. Gjithmonë me dëshmi. Jo, s'kam dëshmi. Edhe një pyetje. Në relacion me ato shka deklarojnë. Mas po. Asi qeveria pas është Për te kësaj, Gashi, është në rregull që një kandidat për kryeministër paralajmëroj se nuk do të bëj qeveri, edhe nëse i fiton mbi 30%. Sepse konteksti çfarë foli Kurti tha që ne nuk bëjmë qeveri. Ka folë që kur fushon Me mua mund të vini të qeverisni që i bie. Mund të ma dëgjoni vizionin tim për qeverit, më bashkoheni, por unë nuk bëj qeveri pazare. A mund me thove që një fjali. Arben, mund të dëgjoj. Përsëritin një deklaratën, që ta përsërisin deklaratën edhe një. Çfarë po thot Kurti? Ka shpërlotrunin ty në Jo se me akuzoj për lexim. Ja dëgjojmë edhe një deklaratën, ju lutem. Akuzova për pyetje suggestive. Nuk është pyetje suggestive, unë po pyes. A është politik në rregull që mund të jetë shumë parimore? Arben Ahmeti. Pse po e paragjykon se po e thënë në kontekst negativ? Po pse ku ka politike keqe që kur shumë parimore? Pyeta, a është politike mirë apo e keqe ti nuk më dhe mendim? Është i vetmi vendim. Pika kthesës kur Albin Kurti prishet të bëhet i keq, nuk është më parimor, principial është pikërisht me thënë të kundërtën. Prandaj po dhamë është pyetje suggestive. A pan kryeministri mi fitua dhe mos me po marrveshje. Zotnia nuk tha s'baj marrveshje. Tha nuk baj marrveshje që shkan bo ata me 20%, 30% në orat 12 natës. Atë vina pak me ta po, atë vina me ta po vllau në ambasador në Gjermani, atë vina me ta po atë shoqën konzul në New York, atë vina me ta von këtë terminal, atë homologim, ka fituar, edhe tash, ky po thot politikisht se poku që se lexojmë çka po deklarojnë. E dim pse kur flasim për pozitat e ambasadorëve që kanë Shka tregon që Albin Kurti edhe vetëvendosja kanë vendosë që këtë kampajnë me po mos ta thamë ma radikalisht kunder, po ma bin shumë në njërë vetanake mu rikthy në bazë edhe në principin bazë. Absolut një. Një ka thonë. Ta ka thonë më një në fushot 2 ditë para zgjedhjeve. Koalicioni me LDK-n herën e parë ka zgjat 50 ditë. Tash as 5 orë nuk na zgjat. Domethënë ky s'ka dikare para një. List prej ne deri në fond në menyn e vet i ka realizu ky njeri që 5 vjet kundër Kosovës e kundër shqiptarëve, veç Nisan ka me realizu deri me 28 dhjetor, në qoftë se mundet, vetëm me bo luftë civile. Veç luftën civile nuk ka arrit me